Me çka merren partitë politike, merren me kapriçot e veta këtu, kush të jetë kryetar kuvendi edhe blokadi çka s'ka. Sipas një procedure. Dhe natyrisht procedura thot që subjekti i parë propozon. Në këtë rast në kupton që duhet ta zgjedh pra në fakt i takon subjektit të parë kryeparlamentarit. Jo. Kushtetuta nuk e thot. Zoti Zati obligohet për publikun me lexu. Faleminderit që më jep obligime, Kalin. Me të vërtetë, po. Që 3 herë që dytë po thonë i takon, nuk i takon. I takon propozimi. Dhe kjo është shumë e qartë e definuar në kushtetuta. Mirë, kur i takon propozimi të parit. Po mundi familime me propozim. Domthon parti tjetër. Unë nuk ta propozoj ty Memli Krasniqi. Jo Memli. Fatmirin. Apo kupton çka do të thonë? Tek kësaj studio. Zotri Matoshi. Po. Unë takon propozimi të kohën. E ty takon në kryetari. A muj me... Ty ajo të Më takon pozita kryetarit. Na jemi konfort për pozitën e kryetarit që po ktheni te nën kryetar. Nën kryetar leni një. Hajde dëgjojmë tani rend me rend edhe me Halil me ty nisi. Po blokada, kush është fajtor për blokadën dhe si shihni? Realisht lëvizja vetëvendosje domthon po synon që me këtë logjikën normalisht populiste, tashmë transparente, me stigmatizu opozitën të populli Kosovës, me i thonë opozita jonë me fuqiqin, që kanë thonë zakonisht, e me sklopite, me rokate, me plake, me asi, që ata me u detyru, me u votu njërë të tyne, me çfarë të drejte. Me çfarë të drejte. Me çfarë të drejte. Çka ju kohë që opozita na bllokoi mandatet. A na i bllokoi kjo opozitë mandatet?